Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miq në kuadër të emisionit Një jetë në një orë. Kemi vetëm edhe një ditë deri në ndrimin e motmoteve dhe natyrisht nga kjo studio shfrytëzojmë rastin t'ju urojmë të gjitha të mirat për vitin 2026. Sot kam kënaqësi të bashkëbisedoj me zotin Skender Gola, drejtori Radio Gjakovës, një figurë dhe ikon e gazetarisë radiofonike në Gjakovë, i cili ndër vite ka kontribuar dhe vazhdon të kontribojë në radion, e cila prej vitësh njihet me punën dhe aktivitetin e saj në shërbim të audiencës së qytetarëve. Me Skenderin, apo si që njohim të gjithë Delën e Gjakovës, njihemi të gjithë dhe zëri i tij ka trumpetuar pothuajse në shumë familje. Kam kënaqësinë të bashkëbisedoj me ju dhe t'ju falenderoj që keni gjetur kohë në këtë fundvit jeni me ne. Faleminderit. Faleminderit edhe për ftesën, kënaqësi edhe për mua të jem pjesë e emisionit tuaj, derisa të bashkangjes urimit tuaj me që jemi në festat e fundvitit. T'ju urojmë të gjithë qytetarëve në radhë të parë shëndet, prosperitet, zhvillim pak më të ndjeshëm ekonomik dhe gjitha të mirat në jetë. Ju uroj gëzuar dhe një vit të mbar. Faleminderit. Do ta nis këtë emision me një mirënjohje dhe falënderim nga ana juaj, sepse sot këtu jam fal angazhimit tuaj në radio që kisha dikur. Edhe për ju, edhe për Zukën dhe për gjithë që ishit në Radio Gjakovë. Unë ju njoh që 25 vite dhe jeni poaj Skenderi që keni qenë dikur, i hapur, bashkëpunues, kontribues në komunitet. Çfarë do thotë për ju që punosh kaq shumë vite edhe vazhdimisht të jesh gati për çdo aktivitet në radio? Ne si radiostacion e kemi moto që në gëzon fakti pse trokasin të rinjët të jenë pjesë e stafit tonë, pavarësisht kushtet jo fort të mira, megjithatë kemi bërë të pamundurën të ju realizojmë dëshirat, sepse ajo është një kënaqësi edhe për trit, u marrë me gazetari edhe me moderim. Një pjesë shumë e madhe e tyre janë afsu dukshëm në redaksin tonë, tu i falenderu edhe kontributit të Zukës i cili u marrë pak më shumë, mirë po edhe të tjerëve nuk kemi hezitu asnjë çast për t'ju ofruar atë çfarë kanë kërkuar dhe çfarë don radio të jetë një moderator në tarmën pse jo edhe në ekran. Janë pak ndryshime të cilat janë ajo e moderimit në televizion edhe në radio. Mirë po në radio është pak mbalet nga fakti se nuk të kërkon fort krijosh kështu imazh, veshësh në mënyrë solemne, sepse vetëm zëri dëgjohet përmes valve, mirë po megjithatë qëllimi është i njëjtë, që audiencës më ju drejtu në mënyrë shumë profesionale, me një gjuhë standarde, e ka pas thonë një kolegi imi shumë i vjetër, edhe kur ishim edhe na në fillet e radios, u shpreh tha për të moderuar në radio ose në televizion, du të gjesh shprehje që nuk të kritikon ai që ka akademinë e kryne aq më tepër edhe gjuhës dhe letërsisë, mirë po të kuptoj se çfarë po thua edhe ai i cili ndoshta edhe nuk ka arsimin fare. Shumë e vërtetë. Kanë defidu një numër shumë i madh të rive, na gëzon fakti që ata sot janë nëpër media shumë prestigjioze në vend dhe sukseset e atyre padyshim se na gëzojnë edhe neve, sepse hapet e parë kanë marrë të na dhe ne si radio kemi qenë pothuajse si fidanisht
e krijimit të brezave të ri. Tash e kanë pak edhe më të lehtë, me që në Universitetin e Kosovës ka dhe drejtime për gazetari e të tjera, mirë po puna praktike e ka atë rëndësinë e veçantë. Është ndryshe teoria e ndryshe praktika, kur ndin njëri vetveten përpara mikrofonit ose përpara kamerës është krejt ndjesi tjetër në krahasim me ato çka mësojnë në teori, edhe pse edhe në Universitetin e Kosovës ka praktikë edhe që zhvillojnë edhe përpara mikrofonit edhe kamerave, por megjithatë edhe sot asaj dite për ne dyert janë të hapura për gjithë ata që dëshirojnë të bëjnë hapat e parë apo e dojnë gazetarinë, e dojnë moderimin dhe dëshirojnë që të përvetësohen. Po, faleminderit. Delana, sonte jemi këtu për të kaluar në kohë, për të kthyer në disa periudha për cilat ju pretendoni që përmes fotografive kanë qenë më të rëndësishmet në rrugtimin tuaj profesional dhe jetësor. Prandaj kisha lutur regjin që të vë në transmetim fotografinë e parë, e pastaj ne do të shohim se nga po ja nisim këtë diskutim të sotëm. Para se me janis, më duhet të njoftoj dëgjuesit e televizionit syri se përfatikisht në këtë emision jam pak i hendikepuar në mungesë fotografive, edhe pse kam qenë adhurues shumë i madh. Kam pas disa albume, më shumë personale, mirë po edhe familjare, mirë po gjatë luftës serbët na dëgjën shtëpinë, shkuan edhe këto kujtime, të cilat sot vërtet po i ndjejmë si mungesë e plotësimit shpirtëror, ta themi. Me kënd me fillu tjetër pës me babin. Në Gjakovi thojnë bab, jo babi. Kuptohen. E kemi thonë. Ka qenë me profesion në Marangoz, ka ushtru, apo zrugtar, që i thojnë ne, ka ushtru profesionin me mjete jashtëzakonisht thjeshta. Po thuj se krejt ato që ka realizu, ka qëndash me bua më krasë, sepse kanë mungu mjetët atyre, mi teknika e ku ta di une për me pas më të lehtë profesionin, ka punu zbashku me djemë të agjës, ata paten fillu, kanë punu kërësisht djepa, mandej magje, ku ta di une, baba ke koncentru ma shumë në rregullimin e ark apo kacave që thojmë ne për turshi, që atë botë i shfrytëzojnë më shumë bashkëtarët tanë që jetoni në përviset rurale. Po. Për turshi. Sa ta merreshin me këto produkte, po. Edhe ku të kishin probleme shpesh, sepse ajo me kalimin e kohës fillon edhe e rshën atë materjen e langët. Ata i përdoshin për turshi, ku ta di une, i bishin e i rregullojshin të babi, ka pas disa arka që kanë qenë vërtet shumë të mëdhaja. Sa atjerë, jo vetëm në për fshatra mirë, po edhe në për qytet, familjet kanë pas numër të madh të anëtarëve. Kanë jetu me, ka pas familje deri 90 veta që kanë jetu në bashkësie, ku ta di une, e më kujtohet që ka hek shumë në riparimin apo rregullimin e atyre. Unë isha atyre si fëmijë i shkollës fillore, dashje pa dashje, nga njerë kërkoj këndimin time, për t'ja rregullu ata rrath që e mashin konstruktin e arkave apo kasave, s'me di që me thonë, më shprej, e di që ku ta rreka atë botë me, ka pas një që kanë, a i ka qenë një hekurit, një fort, për mi bo vrimat, për mi prun dimizionin e duhur, duke mi ra shumë, unë nga njëherë i ri shumë, me sha letra, për më smëndlit durët edhe e ma shat atë rrethin. Për ndryshe, edhe pse ka ushtu një zeje shumë njerëzakonisht
tronë në vërzërsi, nuk majnë mand asnjëherë që në familjen e ka mungu diçka. Ka qenë shumë zemërgjër, i kujdesshëm për familje, ka qenë njëri paqësor, edhe ka pas një prirje, një menquri apo qëtojnë një menquri të plakut, në atë botë ka qenë edhe antar i Këshillit nivel komunal për pajtimin e ngatresave dhe gjaqeve. Sa mirë, po. Nivel të komunës, së bashku më shumë pleq njohur atje, sepse këta zakonisht i kryshin këto misione, kishte ngatresa familjeve të ndryshme. Mirë po, kras këtij Këshillit që ka qenë në kuadër të komunës së atëhershme Gjakovës, ka qenë edhe një grup tjetër i veçantë i qytetarëve të Gjakovës që i merrshin këto iniciativa dhe një pjesë të madhe shumë të kohës kanë kontribuar që familjet më afruan mes veti, mos më armiqësu, më pajtu, ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh. Cila është ajo këshilla që e ke marrë prej tij edhe je mundu gjatë krejt jetës me e pasën mendje për çdo veprim të mundshëm, kur të është kujtu mas shumë ti këshilla e tij? Këshilla e tij ka qenë primare që mësimin mes miljan anash. Jo vetëm tek unë, mirë po edhe tek vëllau dhe motrat. Ky në atë moshë ka qenë pothuajse i rrallë që ka ditë me shkru, edhe me lexu. Ka pas sti një pjesë shkurt, në duket e në medresa të afër tash ku është shkolla muzikës disa vjet aty, edhe ka pas mësu me shkru edhe me lexu. E dimune që në atë botë të konë një të përditshme kemi pasë rilindjen, ka të kaleh, se zakonisht këto revistat janë shit nga individet, ne kanë lëviz në për qytet, edhe kanë shpërndane për dyqane, e di që ata djemë të agjës ose babi kur ta mërshin rilindjen, ka qenë e pa mundshme, pa shfletu, edhe mandej pas një periudhë shumë gjatë në për familjet tona zakonisht ushqimi është gatu. Po. Krahas gjellave edhe buka, mirë, po kur fillum që edhe bukën ta blejmë në treg, porosia ati kur nuk harrej. Krahas bukës e kërkojke edhe rilindjen me aqun shpi. Pas i moni pak një mosh, e s'më ke mund me zhvillu aktivitetin e profesionit ti, dhe më thonë, kish shumë merak apo knasi kish me lexu revistat, më qënë në rrjedha aktuale, shpeshe u qëke dëgjeke edhe zërin Amerikës, në atë botë duke më dëgju me të në tullët. Më thonë, jo rastësishme që ti ke kalu në radio. Për du më thonë që shumë ka kontribu e majnë manë edhe një rast e ldita, atë botë organization, po bone edhe sot në për shkolla ekskurzione. Po. Kom ekskurzione me shitit të Kosovë, që atë edhe në gjitha qytet të Koqeshim e këshëshim pja autobusit, se s'kesh të kohë, i përfri gjitha qytetet. Kuptohet, po. Une u pata tërhek, se mërë të keq, më kërku mjetë e materiale, të pas parasysh. Situatën, po. Po. Nuk e di, ditë ku kish pas marrë vesh, sigurin nga shokët e shoqet, edhe për më tjerë. Tha, kishit me shku në ekskurzion, në këtë fund javë, unë pithan po. Tha, e ti? Tha, pëse si kish shkru, se duko mu regjistru e emri. Po, po. I thash, nuk e thash, jo bërë babëses. Regjistru e emrin edhe është shumë keq, edhe nuk është kultur mu da pi shogu dhe shoqeve. Ku të shkojnë ata? Dush me shku sa rejkorët dhe këtë detalë. Sa prendi i përkushtuar. Shumë. Pavarësisht rrethanave. Kalojmë te fotografia tjetër pas këtyre emocioneve që na dha kjo fotografi. Para se me fut. Thojnë, e ka pas një motor. Po. Martunet e Muagjiri.
thonë nuk e ka qelë dyqanin, gjdo mëngjes pa shku, Me taku. mi vizitu motrën mas pari, nipat e mbesat, nipa i ka pas, nuk jetojnë ata mo, ka pas Recep Kurtin edhe Tali Muhaxhirin, pastaj edhe mbesat, minën, feten, krahas asaj edhe ata kanë pas respekt shumë, e kanë dashur si daj jashtë mase. Edhe kur një herë nuk kanë hezitu, më ardhë e mi vizitu, pavarësisht nga një herë dhe përqe vish me taku babin. Po, sa e bukur. Ecim tutje te fotografia tjetër, ku na shpije, në çfarë periudhe kjo fotografi dela? E ditë kjo fotografi duhet me qenë, është damtune pak, ma ka dërgu një nip. Kjo fotografi është e bone të daja. Po. Në krahun e majtë është vëllau Beqiri, në krahun e djathtë jem unë. Këtë duhet më konë fotografi e viteve 60-ta. Do me thonë, dikuja 60 vjetë mas pak të 60 vjetë, po. Ta shti Tunispi, vëllau ka lindë vitin 54. Unë e 57. Ky këtu diku 4-5 vjetë. Unë ja 3-4, po mëndëja qështu ja 3-4 vjetë. Po, fiks qashtu të vitet e 60. Po, e Tunis nga kjo, ku t'jep një përgjigje jo fort, është mungesa e asaj që në për foto nuk shënojmë prapa datën edhe me këndje dale fotografi. Këto kom pas përësi edhe për babit, e kjo sahër dhe në këtë me shike fotografit, në qëfë se lokal legjend brapa, të kjo u do shkruje me njëherë. Se harron. Po, me cilën datë je dalë, kushën fotografi, me emra, me mbjemra, lip këtë këse, kjo është dikur të ke i harron. E ka qenë edhe keni nga përësit e ti shumë të mira. Shumë e vërtet. E këtu, si të daja, mo. Daja kum pas Taf edhe Aziz Mamushen, dhe këtu të daja i madha ju marrë me bujësi ma shumë. Po. I ka pas këta dukuaj shumë të mirë edhe shumë të turë, nga pak që se edhe vetë jemi hypën ta, të cilët i ka përdorë për të zhvillu zërën e bujësisë për të siguru familjen, e ndërka që daja tjetër, daja Aziz, ka punu në Emin Dorak, e me vonë e pat hapë edhe një shqitore të asaj ku thirke në predaku, tekstil. Tekstil, ka punu në qendër të qëti. Tutje, ecim tutje, pas kësaj fotografie, tash këtu, familja më sqaruar, këtu e kemi në mesin e nuseve edhe motra e kemi nonën e cila nuk kisha fotografi mi, sepse e meriton me qenë krahas babës aty, por në munges fotografisë. Kuptohet, vetëm e thash. Edhe me njëherë, e cita kjo fotografi është bërë në gusht të vitit 1984, ku e martuon. Aha. Edhe, ajo nusja është bashkëshortja ime me Bëraja. Në krahun e majtë është motra Myzaqetja, me njerë mas me Bëras është shoqja vllaut Suada, në krahun tjetër është motra Hatixhia, mandej poshtë ullur, të cilat në mes e ka nënën është motra Hakidia, kjo është në mosh ka qenë më re së unë, motra Hidajetja, edhe ke motra tjetër Safetja, dhe në mes, kjo që për me të nuset, kjo më grushka, është mbesa ime Rëzana. Sa mirë. Pozhari. Po. Edhe këto, me që kemi qenë nasi, vëllau ka arë mas 4 motrave në jetë, ka qenë maj përkdhelur i kështu si djali i Asretit, mëndej mas 3 vjetëve edhe ju. Edhe unë, atje tek pas meje, kjo motra Hakidia, cila për fatë keq ka ndru jetë mosh shumë të re, aktualisht në këtë foto mungon motra madhe, kjo poshtë të majtë, Hidajetja, pastaj mungon Safetja, edhe për Hakiden që të regova që ka ndru jetë në mosh të re.
Cila ka qenë lidhja jote me motrat, me nënën? Lidhja e me motrat, jo, me nënën të flas pak më tepër. Po. Kjo kuptoj që gjatë gjithë kohës bashkëshortin saj babën e ka pas pothuajse kredite në teren, për shkak se në punë. Në dyqan, mandej pas kohë edhe në për terenaj me pleqnar, me mu marrë me pajtimin e familjeve që kishin nga Tresa e Gjaqe, ku ta di une, kjo ka qenë pothuajse shtyllë shumë e fortë e shtëpisë. Ne kemi pas, qashtu ishte fati që motrat në martun shumë herët, metëm une edhe vëllau metëm si beqarë, vetëm me nonën edhe me këtë motrën e rej me një periudhë. Interesant është që kur njëherë nuk nga ka mungu kujdesi saj, mos flasim për ushqime e këta dirë. Po. Mirë po edhe me ti përgatit rrobat, me ti hevoros, e me dalë si duhet në qita. Vëllau i madh, Beqiri ja ka pas më shumë aftësi, që thojmë në Gjakove, vishin për dorë këto. Unë i më thonë dangal, nuk disha, ka të një parvija e bëjsha pantollave. E dikurë pa të thonë, ora, le se t'i bëjone, mi ke keq kisha qef mi ndimun këtë drejtim. Atë tek motrat si motrat, sa bëjnë motrat për vlla, është pa parashikueshme. Unë e 2 motra e kom pasë në Prishtinë. Në fakt 2 në kom hala, mirë po ka qenë edhe kjo madhja. I kanë familjet e tyre, për ndryshe unë me Beqirin i mi bot 13 herë ndaj. Mashallah. Nga to bota. Bukur shumë. Nëna ka... Që të intereso, po pëtë pëse dështë... Po. Dashtë me vetë disha më duket. Po vazhdo. Jo, dashtë me thonë, dashtë me japë kështu liri që pëtë këtu doja dija. Kjo është ma shumë emision personal. Fiks, te lidhja me familjen. Zakonisht nëna din të jenë më autoritare në disa situata. Por të rastet kur djemt lindin pas vajzave din me qenë pak ma të lëshuara në këtë drejtim, se është ajo mendësia që ka qenë gjithmonë. Keni qeni lastuar kështu si fëmijë kur pas keni qenë djali pas... Po, ne djemë posaçërisht Beqiri ka qenë kështu maj përgdhelur edhe nga nona, e baba nuk u jep ke fort. Por nga nana e motrat, që e përdojnë të shpreja Gjakov, vetëm që nuk u jepshin në kry. Ka qenë shumë i përgdhelur. Pse ka armas 4 vajzave, po. E bukur kjo. Po me mbesat, ka të shumë mbesa njëpër? Me mbesat... Derisa ju keni qenë beqarë. Po. Këto veç të martuara, fëmijët i kanë pas. Këtë vishin motrat nga Prishtina, sa atyre i njëtë jarë këtim ka qenë... Takimet fundjavës. Po, që vishin në Gjakov, ata krejtësisht të fëmi, shumë të në raseve i besharan, ka erë ku bëshin ka 7, ka 8, i qesha mu fresku në Nernik. Si knasije për ata nuk kesh. Sa e bukur. Mirë po, edhe më kanë dëgju shumë, ka pas respekt, se më shku sot duk mundesh më shku në plazh me 1 fëmijë, me 2 fëmijë, se të nxerë të lashë, ka ndodhë ka erë, ka 6, ka 7, ka 8, i merë, po ekskluzivisht vetëm nipat e mbesat e mija i mësha. Po, të dëgjushëm. Po, të dëgjushim, e mërshin ushqimin me veti, pas atyre djath, domate, buk, Tranguj. Po, tranguj. Mjaftushëm është. Edhe që kjo kone që jemi kresor. Fiks. Atë botë. Bukur. Kalon këtë, po, interesant. Baba i marën shumë mas, sa mirë pak, kjo emision në pas edhe i gjinë dos satires e të humorit, baba i japën shumë, edhe në ushtrimin e zejes, mirë po edhe në aktivitet për pajtime në Gjaqeve, më ka pas të regu një pijimi, vjen vjeshta, edhe afrohet bukur pak koha buftofe, si ti në djerë taborit shpis i delona për para. Thot marë burë, thot a di ma që jemi ka afro mendimin, thot asë një drunë se kemi.
edhe ky me njëherë ja probën vërejtjen, nuk i dish as kpucat edhe del prej derës saborit, se zakonisht atjere lanë djekë se dru të bleshin në për rrugë, dilshin këta që kishin malë dhe dru, edhe për fat e gjonë një kërë të vrapu me kuajet plët drunë. E kjo që dorën, ja qetë, sa te ka qetë dyrë të bëdhaja të borit. E ka zonët e kerit. Edhe ja ka bën ati me dorë, ja qetë edhe aj pa prit. Hynë mrena. As pa bollu nga i në me sveti. Sa qmimi po. Edhe i thët, shkarko. Këtash, shqici i druve, e pytë babën i thët, a botë me të bëjnë i pytë, e thët, ti për më thu shkarkoj drunt, nuk e vjetë asë për qmim, asë për asi. Tha, qëfar zorë jam unë e pigrus, që s'kam drunt. Sa të më thush? E tha, ti, tash babe e bërë pytje, e ti që shkarkove drunt? Baba kjo në s'kishe a pare eq. Tha, që shkeshe zërë ishën kënë të një këta rojet e drume. Që shkeshe zërë për aty, vështë ata të i luj mas ky. Tha, edhe falë të kështë ajo. Bashkë e bukur pas ka qenë. Këtu, cila kohë është kjo? Kjo është periudhe maturant edhe para regjistrimit në fakultet. Kemi pas një jetë jashtëzakonisht të mirë, si në shkollë fillore edhe në shkollë të mesme, me shoke, me shoqe. Ka qenë një jetë krejt tjetër, pa celular në përdorë, pa teknologji, kështu që të mshelin mrena në ambientet e dhomës, detyrat shpesh i bëshim në grupe, mësimet, ka qenë krejt botë tjetër. E plotësishim një tjetrin në mësime, edhe ka qenë pothuajse ligj, pasi i përfundojshim mësimet, detyrat që kishim nga mësimdhënësit për shkollë, qëtë për shkollë të fillore apo shkollë të mesme, mandej gjeshim kohë edhe hapësirë për mu arktu. I vetëmi arktim, unë jam i lagjës Gec, ka qenë kryesisht loja e futbollit, të cilin e kemi pas për fat ta kemi afër edhe një fush parku. I Lirisi, cili e quhet sot, ose parku i lagjës, aty zhvillonim gjitha lojnat. Edhe të thëmë vërtetën, rrallë dit ka qenë ai ambient pa fëmijë, të cilët i ndalë mara këtu me tope, për të shtunën e të dielën. E dit, muj me thonë që u dushim me pritë në randë, sepse mi tanën ka qenë, edhe dy par shtylla aty, u duke me pritë që ku t'i krytë ata zakonisht kanë pas për parësi të rriturit, na mas të i vishe me shmeje. Prej që me randë, dhe ku t'a vike randi, mi lujt mu arktu mu knaqë. Një periudhë që ka mungu bota digjitale, por ka qenë ajo dashuria ndër njerëzore më madhe, besoj. Shumë. Shumë ka qenë më madhe Eldita dhe sot vërtet e ka në mungon shumë. O ka në mungon se është tjetër, nuk është ajo shoqëri vist del me pi kafe, marrën për 15-20 minuta. Mirë po, për me kalitin e kësaj shoqërie kanë ndiku pikërisht këto gjëra, sepse ke pas më shumë kohë të merresh me shoqëri. Edhe ajo bën vetën. Sepse thojnë, vëllaun e motrat, t'i bje Zoti e shoqërinë e zgjedh vetë, mirë po, na kemi qenë shumë nivele, shumë kemi pas mirë kuptim, që kemi kalu shumë bukur. Prap, pëllinat e thënët e babës të ke qëre, nuk ka gjë ma të letë se mi largu shokun. Mi majt ofër është mjeshtri. Shoqet dush mi majt ofër. Për mi largu, më të letë s'ka. Vetëm më fëndosë e thuja një fjallë. Ma ndevë këtheke, i bësha pyet jone. Nëse
ata më pëndojnë mu. Çka me bo? Po, çka me bo? Dush me qenë ma tolerant pak. Mi kuptu, ndoshta nuk ka qenë disponuar, po jam i sigurt që nesër e 8 festa kishte orë. Pa, çfarë këshille që me qenë i kujdesshëm në shoqëri. Kanë pas fjalët interesante. Shkolla muzeu këto qenë. Kjo është shkolla muze. Një pjesë e trupës artistike të teatrit popullor të Gjakovës, të cilën e kemi bërë një turne në vitin 1979, pothuajse në gjitha qytetet e Shqipërisë. Kisha fatin të jem pjesë e trupës artistike në rolin e të teatrit tonë me shfaqjen e Poka para Gjugjit nga Krem Kryziu. Do me thënë ti në rolin e aktorit? Po, aktor. Po. Rol epizodik. Kam qenë shërptor i konsive, i të që me pikate. është një dramë që ma shumë ka të bëj me fatin e shqiptarëve rreth ngjarjeve të lidhjes prezrenit. Ku ta di une, deri te këtu ku marrë, e ku më dashtë artin shumë. Marrë, skenik, kom nisë në shkollë të mesme, atyre kanë qenë eldit shumë zhvilluar në këto sektoret e sportit, të artit dramatik, masnej po të leximit letrar, u zgjedhshin ata të cilët kishin prirje, se cili shkojke edhe zhvillishin aktivitet. Kanë qenë domethënë shumë edhe gjatë shkollës aktiv. Edhe posaçërisht kulminarike kur shkolla kishte festën, secila shkollë bënte programin e vet, jo vetëm me dalë me kënu, mirë po edhe me skeqe humoristike, me recitale, ku ta di unë, aty kum nisën në shkollë të mesme me skeqe, mandej pa ta kalu në teatrin Emin Doraku. Atë bot, kam fillu me një shfaqje me regjisor Herla Hanën, një aktor veteran i teatrit të Gjakovës, një aktor shumë i mirë, e pastaj u marrë edhe me regji, posaçërisht me trupën e të rinjeve, mandej disa shfaqje rresht i kemi bo me Hysen Binakun. Aktorin, po. Ka qenë ai shumë aktiv, kryesisht bëjshin i realizike komedi ma shumë. Komedi e më kujtohet një rast, ishte një farë festivali nivel republikani të këshin atyre. Edhe shku me qëtë komedin e në Knjaz Zhevs. Krejtë serb atje. Ata këshin pasqit plakate në gjuhën serbo-kroate. Këtu ka pas emrin të Veçeli u thirke. Ata kanë për këty. Po, një fa emni, ku pe himna salë e ditë. Me nëzi që i nëzi kjo sala. Qëfar komuniteti aty? Krejtë serb. Serb. E ditë ku e kemi njës në shfaqës, nuk kanë zgata, 5 minuta, 10 minuta, u shmërla sala. Për shkak të tematikës. Jo tematikës, po nuk na kupteshin. Na Shqip, ata edhe me të ndiku do shqipta që i ka shtu jeta me punu në qytet atje, në mbetën. Me gjitha të na japëm shfaqe, se ishin ata dikuja 20-30 vetë shqiptarë, cilët i ka detyru jeta më shko me zhvillu, me punu, me mbajt familjet e tyre, e kurs nuk ka rrej detalj, ka qenë shumë qesharak. Shumë interesante. Edhe mandej, Teatri Popullor i Gjakovës zakonisht në stafin e tij, në radhët e veta, i ka marrë kryesisht aktorë amator, sepse atë bot universiteti jonë nuk e kishte degën e artit, pikturës, dramës, ku ta di une, edhe filloi teatri të rritet nga pak edhe zakonisht i meshin ata cilët janë ma talentuar prej trupës e teatrit amator, edhe pas të u thënim në Shqipëri, organizum një shfaqje këtu edhe patar një komision, do më thonë veteran të teatrit popullor të Gjakovës për me na vlerësu. Edhe si pas disa të dhënave, e këshin pas vendos gishin tek unë edhe të butja. Një mashkull, një fem.
Ndërkohë, erdh koha me shkuën në Shqipëri një turne disa ditësha si gëzimi, ku I thesha në për Gjakov, ko me shku në Shqipëni, atjerë konë ndër 7-900. Atjerë as zogën nuk e ka lekë kufinin. Ishte knatësi shumë e madhe. Po prakisht, na kishim bo një audicion këtu, sa tje shkoj ke puna man ka dalë. Po. U shpall audicioni në rilindje për punëtor radiostacionit lokal Radio Gjakova. Edhe kur në ka harrej për më konkursin ma pa të regu vlau. Tha, për këtë qef më punu më në radio? I thash që po, është mërë më thash mu në radio, e më në aty. Pa ta konkuru, jo në gazetar, pa ta konkuru në teknik të realizimit të programit edhe në qizusit tonit, në 2 pozicione. Cilat? Cilat dhez. Edhe patenarë ata ekspertat për radio-televizionit Prishtinës, edhe në abonë audicionin në qëto lokale ku jemi, po teknika ka qenë shumë tjetër. Ka qenë eldit një teknik masive, me shumë pulla që I thojmë në Gjakov Pajisi, që ku jem himune, mi aty, ka më drejtën kontë. Tash qysh me punu më në tokë, mikseta ishte hatash me madhe, se tash ka përparu shumë. Edhe, prakisht, unë e mora një literaturë, se s'kishte. Ja pa ta marrë Mërtëza Muagjit, sa I pëneke tonist në radio-televizionin e Prishtinës, tonist edhe kamerman. Edhe, për ndryshe edhe ato kom tapërt, është bashkë djeli nipit babës. I blemi pas të dhonë një farë nipi, edhe I thash Mërteza, po Mërta kom qysh jo, e të mi pruni. Unë e mas të të raqamit desarë, vakti të raqamit me to. Hina, po thuj se kretë që ato edhe ndimoj ka I pak, adi? Se kishte pak përvoj, kishtë bëjt disa vjetën, asi? Pa tonë s'këndet që kjo qështu, mi japi disa konstruksione, edhe ku pëhi unë aty. Mirë se erë dhe aj. Pyetja parë, tha, di ku I ardhë? Se ti prekshin edhe, I thash po. Thash I marrë në studio e cila në të ardhmen do thirret të Radio Gjakova. Thash shumë. Shka nevojitet ta për me në studio për me funksionu një program? I thash qëto që pisha, tha, shka beshe? I thash mikseta, pulti, mikrofonat, te mikrofonat telefoni, shka din, se të përvogëshat, shka din telefoni ti të odheq program, thash jo, këtë telefon nuk është, kjo është telefon për dëgjus. Thasha, qëpse bëjmë ndë një emision kontaktus, Tiki, pa. Mirë shumë. Netat mas nej në abonë edhe me shkrim, s'pidit asha me shkrim ka qenë për para, edhe ku pe vjen përgjegja që I pranua si gëzimi. Pa disa njërë ka qenë eldit të pitë në randë në një... Se ka qenë, është profesion atraktiv. Radio është... Edhe ma ndek, dush më konë, I bindur, që jo vetëm në media, po në gjithë profesion është mirë, si ta bëj shkapin e parë, mja kushtu krejt dashnin, nëse do me pas sukses. A nëse do me qenë turist, atje mund është me I ftaf si akri, edhe si akri. Edhe unë mendoj që emocionin që ta jep radio nuk ta jep televizioni. Nuk e di pse, radio e ka një mjeshtri që të bën për vete dhe është interesante. Kalojmë të një fotografi tjetër. E kjo është... Kush janë këta këtu? Që tash krasë shfaqeve që I bëjshin, eldit atje në qeshin edhe në për shkolla muze. Këtë fotografi si pas gjitha gjasave është bërë në fshatin Bicaj, dikur rreth Kuksit, një nga shkollat e parë Shqipe, edhe shkolla muze. Këto është mix I aktorëve edhe I nikoqirëve. Unë jam I pari atje. Majtas. Mandej Bestimuqe në kom këshi, një aktor shumë I njohur. Mas e këta du të kanë qenë zyrtar të kulturës Gjakovës.
ky me knisht bardh më njerë është Bacar Harolla Zherka, që ka luajt rolin e gjykatësit në epokën e para Gjugjit. Këta tjerë, ky është Nikoqir që na shoqërojke, Marku, Bujari ndjes pas. Edhe ky Nikoqir, po është Ali Gojani, një Besa Nikoqire, po ashtu, Faredini, i Koshit Basa. Edhe ky është një nga veteranët e teatrit, do të thotë teatrit amatorë nga foli. Ku ka fillu teatri amatorë, Mindoraku ka qenë një ndër aktorë tjerë, Basa Abdurrahman Arllati, shoferi i autobusit Pozhregu, Ilami Kurtishi poshtë krejt, Fuat Shasivari. Sa bukur. Ecim tutje. Dhe që jemi kon knaq. Po, ekskursione kolektive. Veçanta e kësaj ka qenë Eldit, çdo shfaqje që jepshim, çdo qytet që të shkojshim në mbrëmje, na bëjshin darkën, edhe na argëtojshin aktorët të stradës edhe muzicientat më të mirë të atij qyteti. Na argëtojshin atë. Ama mi shiu. Jemi kon knaq. Radio, mikrofoni. Jeta juaj, besoj. Edhe vendosa me dalë në radje e lash. Më thanë që ma mirë me dalë në radje, se sa në teatri ka punë, edhe me gjitha të mbindem që me vazhdu, edhe pse në teatr, për tëmë, si pas disa shenjeve që isha një ndër kandidatët për me qenë potencial. Po. Edhe vendosa në radio. Që të regova që u majtë testimi, erdhë përgjegja pozitive, kom startu si teknikë e realizimit të programit, asi knaqësie, se para se më shku në Shqipëri me teatrin, unë e vishë kisha marrë këtë përgjigjen që i e pranu në radio. Mandej, thesha, më shku në Shqipëni, me s'bejanisë radja dhe mund... Ka se më shkreshin matë. Edhe, atë buhet të konë drejtar në formim, apo në themelim, drejtar në themelim i Radio Gjakovës ka qenë Abdyl Juniku. Edhe une, e shpjetaj. Mirë dita Baca Abdyl, mirë dita Hada Skënderi, thash, Irma Orejta urime, thash falves. Thash, Baca Abdyl kemi më shku në turne me teatrin e Teatrin Popullor Gjakovës në Shqipëri, thash. E di që është andër e çdo kuj, ani thash, i thash ka tuta që për fillë radja. Unë në Shqipëni atje, edhe shka thalerisht, thas janë disa punë administrative, më krye dhe kapë, është thani fra punë, dhe këtë janë disa radje. Ta pas ka letësu. Ma letësoj, thash shkollirisht edhe ka lëfsh bukur. Shumë. Edhe, u aprun kushtet, fillume në radio. Ne në radio kemi startu një ekip me 1 tetor vitit 1979, edhe pse zyrtarisht e netër mas pari jemi dëgju me 9 nëntor. Po këtë muje kemi shfryzu për se na hapen pajisit, lokalet ishin përshatisra, krahas asaj duke fond muzikor, sa tjerë kret me shërita. Gjatë këtij një muj po si po, une me marrëm micin gjdo mëngjes kjerit në Radio Prishtinë. Prishtinë, me marrë fond. Me marrë fond muzikor, se për më startu gjypshin duhet muzik. Natyrisht. Prej mëngjesit aty, ku bo 7 zbashku me punëtorët e Radio Televizionit Prishtinës, dilshim na, u patën bëhet vendit. Marremi i regjistrej ke kanë, mu mi jep ke letat, unë e rrisha në teknik edhe rrisha regjisimin, e mësha për nevojat tona. A di shfra mundi ka qenë ditë, tash e ki kalajit, kret fondi muzikor, një zbi për 3 minuta, atyre u dusha në prit, 3 minuta më zgjatë konga, 3 minuta, 5 minuta, mirë prit, ka i kongë, se cili ka janë. E pa të mbo fond qasht madhë muzikor, që edhe marremi ka pas shijes gjatë ke kongët e mira, këta paten bo një farë marrëveshje Radio Televizionit Prishtinës me Radio Televizionit Shqiptar me këmby produksionet.
posaçërisht. Dhe kishit laramani të muzikës qytetare, sidomos. Për ne sa dush, ata hezitojshin, nuk i sheshin fort. Në Prishtinë di, të na i krejti sheshim, pa përjashtim, sa që ja pa të nisë më në thonë, Radio Tirana nëmër 2. E bukur, periudhe bukur, e? Qofin çfarë foto kemi tutje? Punëtorët e parë të Radio Gjakovës. Kjo foto është bo eldit në 5 vjetorin e radios. 5 vjetë e shënum, edhe kemi shënum në një program artistik, 5 vjetorin në Pallat Sporteve. Imagjino? Kështu ka qenë. Patëm tjerë këngëtarë të njohur atje. Edhe bëm pak inskenimin, e bëm edhe një improvizim të radio studios, atë mikrofoni, 2 spikera, adi një skenografi shumë të bukur, e këta janë 5 punëtorë të Radio Gjakovës. I pari në të majt. Po. Është Aslan Lusha, ka qenë administrator. Po. Që marrë me financa, me njerë është Ali Kumnova, ky ka qenë punëtor në DIMS. E në radio, Agim Mulliqi, redaktori i programit informativ, Ali Saraqini, i cili për fat keq nuk jeton më, ka qenë drejtor dhe kryeredaktor, Muare Mici, redaktori i muzikës, Faruk Çarkaxhiu edhe une e kemi nda pjesën e teknikës. Po. Njëri punon te tonist, tjetri realizatori i programit, e ndajshim, poshtë është Zuka, Zekebapi, Shpresa Çarkaxhia edhe Shpejtim Brovina. Zuka marrë kryesisht me temat e të rive, sepse atyre gazetarët i kanë nda pas temat e darë. Darë, edhe ka qenë dashtë krejt. Dhe materiali mu bon të rëndë, se s'ke pas as internet, as... Ja, gjithë shka ka qenë. Prakisht duke me marrë bashkëbisedusin në telefon, aji aty se pe vi me ta bu një inqizime, me marrë disa informata, Shpresa ka qenë gazetarë edhe spikere, e Shpejtim Brovina gazetar, kryesisht e ka përcjell sportin, arsimin, edhe fush veprimtarin e sindikatave atë botë, për fat keq edhe ky ka ndrujet para disa kohë. Kalojmë te fotografia tjetër. Kjo është një ditë pune e dikurshme. Pa dikurshme. Kjo ka qenë teknika. Ki parasysh 2 magnetofona, një djatas, një majtas, plus edhe 2 të tjera kanë qenë, kjo për plakat gramafonit edhe kombino kjo muzika. Sepse një shërit i ka pas vetëm 3 këngë, ose 4. Tash për më bo një emision, me disa këngë. Me disa këngë, duke një këngë me një shërit, një me një tjetër, një me një tjetër, e bëshim andej miksin. U bëke tuba e shëritave që kash për një majtë vetëm një emision. Po, njënin pas tjetërin. Kanë pas komandën me njëherë, në kësien për të gjëmetër të miksetës, u aktivizoke. Po ka qenë pak punë shumë mundishme, tash i ki krejtën monitor, atë vishë krika shabe dush. Këtë kërkesat muzikore, jo rralherë, po hiç, po thuj se si kemi bëm mënyrë drejt për drejt, se ka qenë problemet a gjithë kongën. Aty për aty, kur kanë qenë këtë lloj forme, natyrisht. Edhe vitet e para, programi radios ka shku krejt incizun, 2 orë kemi pas, prej orës 14:30 deri në orën 16:30 ditët e para, mandej gradualisht erdhëm të rrit minutazhin e programit edhe sasin programore, për ndryshe na e kemi shfryzu antenën të Virginia, antenën e Radio Prishtinës, na patenton, përderisa keni ju program, shfryzoni ju. Ku ta ndërprerni programin, mas ne kanë qenë tekniku atje, ai vazhdoi me transmetimin e programeve të Radio Prishtinës, programit parë. E në Shkup na kanë dëgju. Çfarë? Pa internet, pa kur gjë Shkup, ku atje kretë me letra, na vishin letrat. Sa letrat vishin. Për shkak se ju dëgjonin, dëgjuesve. Kërkonin, ne epshim komplimente, kërkonin dëshira muzikore, si të ritmo, ka qenë një arktimi veçantë të radio atje atë botë. Si kanë nuk i kanë thonë kur u zbulu atë botë, nuk i kanë thonë këtë kuti, ma në fund në ardhë kutia magjike. Fiks. Kalojmë prej te fotografia tjetër nga një ambient pune, prap një logo, po ka një kuptim kjo foto, besoj. Po, pas shumë atyre viteve,
Prapa grillave. Me 5 korrik vitit 1990, ka qenë pak para mesditës. Okupatori se pëthuj se i kish paralizu krejt jetën, i kish dëmu njerëzit shqiptarët nga puna, të i jap detyrat të pakapshme edhe neve na hinë forcat policore të armatosur deri në vend. Unë isha në Fonotek të bën një emision ku pas Radio Disco Klubi, thirrja atë botë, krahas muzikës tuaj aktuale, sepse na vike material harrova të rrugë edhe prej Zagrebit me post shrita. Hitet më të mëdha na dërgoi një radio sljeme thërke, kuptohet. Me pagesë, na dërgoi hitat kohës, unë ai emision ka qenë muzikë, ka qenë pak minuta edhe poezi kutadione, edhe disa rubrika tjera që ka pas minutazhin ndikoja rreth 1 orë. Edhe ka qenë, u transmetoj në program çdo të shtune. Me qëllim të zgjedha këtë fotografi, na si gjendje se majnë mand që kemi qenë ndonjëherë. Bish na kanë thonë, muni lirisht, mishu ambientet e punës. Sa e vështirë. Unë mund të shërë që, se nga bojnë hajgarë, ata në gjusër bukurata, të armatosur. Ata para prakisht kishin qenë zyrë në altë të drejtori dhe kështë thonë, kemi urdhën, dojmë një ndërprej programin. Edhe në muhabet të bo, zbriti në gjesë pas drejtori, edhe për mamën mesë zgatë. Mas disa kohë shkru në revistat e Beogradit, mirë pa dhe aktorët të Kosovës të që ishin në regjimin e dorës e Beogradit, jo ka dasht me thirë poplin në kryngritje, jo krejt ishin shfifje. Të pavërtita, po. Edhe pse deri në momentin e fundit kemi qenë krah i qytetarëve edhe nuk kemi hezitu asnjë çast në ik visa dhe linjës tonë politike që t'jemi krah me dëgjuesë dhe qytetarët e Gjakovës. To kemi pas. Kështu moto edhe u largum, hinë masat të dhunshme, tentun disa herë me na nalë këta masat të dhunshme në një shqiptarë, di? Po. Po, asnjëri s'kemi ndajt, hiç. I lam vendin të punës, dolem, shka me bo këtë halë, dushim me majtë familje, kishin kriju familje, edhe për folëm në personalisht, hapa, i kisha ndërtime si për shpinë. Edhe, për mërë, Akbatusha ka pas një firmë mali, atjerë ka qenë një ndërtralla firma private që pat kriju shtrirje jashtëzakonisht madhe në pothuajse në gjithë Kosovën. Edhe për thirr se edhe më thotë Dajash se nëna e tij ka qenë bashkë me sa babit. Tha hajde tonë herë, për shkak. Thash sheto bo, thash, kogjo. Hajde tha tonë këto në depo. Tha edhe nuk i tha me bajt. A di me qenë kështu, me bajtu paku, kërrejtë qëtu tha vetëm zyre për celle qëtu, gradualisht ta i mësën qëto hyrjet e dalet në për faktura, akutatione, edhe mas një periudhe shumë shkurt, tha, le shpin mongi, tha edhe jepi koncentro, tha, mi ndërtu dëqanin. Hapa, tha, dëqanin, tha, unë ta mushi me malë, tha, dhe hec. Korsa, rajt? Qfarë ndime? Ma ndej, ndime shumë më madhe. E mbajshim me gjana ushqimore, të shqitë smo, ka shqira me shko, pa e qësave, një të punë e ka bo edhe zuka. Bëndom që nuk do të zgatë shumë kjo. Zgjati. Zgjati shumë. Deri në 99-ën. Mande fillum aktivitetet. Po. Në lagjen time, e formum në ndegën e LDK-s atë botë. Mandej, se cila lagje, i pa të bo në ndegët e saj, kuptohet në koordinim me degën e Gjakovës tu, sa atje
që thëtë në fjalë popullore, kretë bota ishte LDK. Po s'me di shka vjen mas saj Shofim çka kemi fotografi tjetër? Mos na kujton diçka. Hajde. Që, shumë bukur. Kokë në anë tim. Të lumë të Elbasan. E një aktivitet kështu pa 5 parë nuk i jepshim që për pasojat, për shkar. Kemi bo aktivitet kështu shpirtërisht me kretë qenjen një njeriu që adhuron liri në Kutadione, ka qenë mirë, po ka qenë edhe një dymes shumë e madhe Eldita populli, na ka ndihmuar shumë. Unë për shembull kam qenë kryetari në ndegës 8, bashkisë 8 lokale. Do thot lagja vjetër, lagja Zgec edhe bloku i ri, ne ka qenë kryet pjesë. Bashkia 8. Unë kam pas emra për shembull në kryesi, kam pas emra të njoftun që në figura edhe për nga ana profesionet mirë, po edhe kështu në ngritje intelektuale në radhët e kryesisë e kemi kalu aq bukur aktivitete u bo në çdo nivel edhe kemi pas shpesh merita e mirënjohje prej degës. Ka qenë një unifikim, domethënë. Shumë. Për çdo detaj, për çdo familje në lagje u interesoshim çysh kanë gjendjen, kanë nevojë diçka. Po. Se ka funksionu edhe shoqata Nën Tereza pastaj në kuadër të kësaj. Po, edhe Nën Tereza, edhe për çdo familje kemi ditë, kemi pas shënime dhënë të sakta, sa antar familjes i kanë, kur kanë lind, çfarë shkollimi, sa antar janë brenda në familjes, sa janë jashtë, kemi pas, po edhe ato për fat keq nuk kanë ndjek, ka qenë një regjistrim jashtëzakonshëm, po krejt aktivistat i kanë bërë. Pse kemi pas edhe aktivista në kont pa lodhshëm. Më me përmend emrin, më me hi. Po me hin hak dikujt. Po shpirtërisht i falenderoj. Po. Këtu ka qenë kjo fotografi e bone, jem bë disa fotografi, një pjesë e kryesisë, mandej kalova në kryesi unë. Po. LDK-s. Një periudhë kisha e kum pas kryetar profesorin Djespas Bardhyl Çaushin, pastaj edhe Aqifin, edhe mu si antar i kryesisë më jepën sektorin e kulturës. E kishim secili nga një sektor. Atë botë prej Gjakovës kemi marrë pjesë në Kosovarja këndonin Frejzaj. Kur në karoj une me mikun tim Rëshdi Sadiku, i kemi dërgu 2 qika Gjakovës me konkurru në festivalin Kosovarja këndon. Pa, qëfar? Me makinë të Rëshdiu. Vetëm me qenë prezent edhe se kemi pas qashtu edhe informata mirë, po edhe sugjerimën atë që mos gaboni, dhe në momentin e fundit çka të mundi me majt, gjallë, gjuhën shqipe duhet me majt. Dhe kur nuk mundesh mu. Rrethana të vështira. Shumë. Këtu e kemi Aqifin, Besa Arllati, me Vlydja, profesori, po. Bardhyl Çaushi, Sokol. Boca Sokol. Po Ibrahimi. Nalt, Ibrahim Kupa, Sulejmoni, Mark Malota, Djespas, Hasi, ky, po edhe këtë po një. Po, Shenjt Dula edhe une. Do më thënë kryesia, ha? Po, jo, një pjesë e kryesisë që bërë disa fotografi, me thonë të drejten, ka qenë në numër edhe më i madh, sepse në krahas takimeve kryesisë që i kishim, çdo të hanë kemi pas mbledhjen e zgjeruar. Mbledhja e zgjeruar në kuptike që më marr pjesë edhe kryetarët e bashkive lokale, gjithë, zbashku me kryesinë e nivel Gjakovës, edhe kryetarët e bashkive lokale. Do me thënë, mënyra organizative që vendimarrja me qenë edhe të kryetarët e bashkësive. Do me thënë, edhe kryetarët e nëndegve, si në qytet edhe në përfshatra, çdo të ore kemi pas një takim, edhe zhvilloshim aktivitetin. Me pa ku jemi në një farë forme. Kalojmë të fotografia tjetër. Arkiv Miss Gjakova 93, a 5? 95. Krahas aktivitetit me politikë, se kemi lënë ona shas pjesën e kulturës, zakonisht këto iniciativa i kemi bo me Zekiun. Kemi bo disa koncerte në Pallatin e Kulturës, ka qenë atë botë Musa Peja, si drejtori i Pallatit,
disa programe jashtëzakonisht mira me kolorit kështu të pasur që më josh publikun edhe me pas klasi kur i shiqan, edhe pse kemi pas vështësi shumë, organet të rendit tuk na jepshin lejen, na obligojshin këngët që janë tekstet, duhet me përkthy krejt shqip. Më falë serbisht. Po. U dushim me përkthy serbisht, me bo dosja dhe me që për më na jep lejen për më zhvillu aktiviteti. Na thishim atë bot shkurt e feza, krejt kënaqur që si këngë i Kosovë bojnë në Po. Na ta bëshim, ta përktheshim atë si krejt ndryshe. A vdin? Vishme me na jap lejen, me na theshim më bo me na vetë, i kam përkthy një që s'ka ditë serbisht në me përshas. Me rëndësi kënga me trumpetu Me rëndësi aktiviteti u majke. Këtu është kur është ndalë rryma? Këtu është po një rast jashtëzakonisht. U majtë Miss Gjakova në 95. Atë bot, nuk di sa da praktikohet të mërmramjet e maturantave, zgjedhen edhe po bukuroshet e mërmramjeve. Zuka pat marrë një iniciativë që tha pibojmë, tha Miss Gjakova, tha qëto bukuroshet, tha, se e thishin Zukën me udheq mërmramjet e maturës, qëto bukuroshet, tha, sa po zgjedhen e për shkollat e mesme, po i marë. Pi marrin, edhe tha, e thirim një juria ka qenë, kush heqi Gjakovës, krejti i thëshim pi, e marrë nga që një shte ka qenë Hivzi Krasni, që je, dhe më thonë, për me qenë e sinqert për zgjedhja. Transparent. E kemi majtë në palat sporteve, dikuja 3.000 vetë. Unë kam qenë, deri sa po esho, po më kujtohet, kam qenë në rolin e pjesëmarrëses. Edhe në ndërprejnë rrymën e ldit, si shikuse. Momentin kur duhet shpalleshin misi mërë. Si sot e mbaj mend Po edhe shabë bojme, ata jënë konë këta punëtorët e palatit sporteve, jënë konë shumë të shkate, edhe kemi pas edhe kemi edhe sot bashkëpunim edhe mirë koptim, ma pun megafoni të ishin atë bojë qëtine, edhe shkum të juria bashkë me Zukën, a i zgjedhët po kush në publiku rika atë, nuk liviske. I ndesin do qakmaka, adi mi ndrëgju pak edhe. Edhe, kjo ka metën kujtim që komunikimin e rezultateve të bukurosheve Miss Gjakova në 95 e kom po me megafon. Edhe në të Këtë fotografi e kom shkëput për një reportajji që ka bo për të kë. I më pak ja. Me Sadikun që... Remzije. Remzije i Sufi, po. E ka realizu shumë bukur atë. Po. Atë bilime e ka pas titullu Misi i Errësirës, nëse nuk ga bëj. Është një mision i tanë shumë i mirë i realizun edhe e përgëzaj. Shumë bukur. Kalojmë tutje, ecim tute fotografia tjetër. Tash, drita. Viti ri, si duket. Eldit, përjetoj shka përjetoj Gjakova, unë i përmena spektaklet, po nuk i përmena ato edhe pse pa të fillu lufta në për rrëthët Gjakovës, nishim lajmet të jashtëzakonisht trishtueshme, ku erdhi momenti u dëgjum që forcat e këfurit edhe pjesëtarët e UÇK-s vetëm janë futën Gjakovë. Punëtorët serb e kishin lënë radion në netër. Kanë ikë ata, kanë transmetim. Edhe kishin nëshu si këngë me si ku ta di unë që si me përmbajtje shoveniste edhe kujnar ta pjesëtarët e UÇK-s me njerë ju në himë mrena, mas pari i kanë bënë mbjekëqyrje terrenit, e kanë kontrollu, edhe se shka surprit atë, edhe pse dikur në ambientin kanë gjetë armatim. Secili dikuja 40 punëtorë kishin qenë serb. Secili kishte, se kemi qenë një farlise, secili kishin armatosur me armë të ndryshme, edhe kishte pas armën, filoni ka që të armë me numër me asaj se çështu dorëzeshin përpara, më nga shërbimi është ku kom kry. Asi gëzimi më këthy në vend të punës, ja disa ditë përpara
kom qenë në Shqipëri patar një radio kombëtare e Britanisë së Madhe, se kush i kishte thonë, ata kishin lyp dikon më bëj intervistë me mua. Po. Radio kombëtare. Edhe nese, krahas pyetjes, tha kim dëgju tha që i marrë me politike, kulturë, kishin qenë punëtor i radios, ata kishin marrë shënimet se i kanë vetë ata bashkëbisedues. Po. Tha, tash të tha në Kosovën e Lirë, kishja 3-4 ditë në apën ata informacione vetë. Për thaja për ja 3-4 ditë, tha ju këthej. Do të shkoni. Edhe një nga pyetje tha, tona këtu që ki po thash, ato më zgjidh ti. I thash unë të me zgjidh veç radion. S'to marrë tha më politik ta, thash ja. I thash se e kom dash thash këtë profesion shumë, kontributin politik, edhe në çështje humanitare, edhe kulturore, thash e kemi bo si aktivitet për mi mes me qenë ambienti fort i zymt, edhe pse thash kemi pas shumë represalje, thash pa parashikueshme. Thash po mundoheshim mi mbajt atë shpirtin gjallë të popullit. Nuk du, thash, se me qenë punëtor i radios, nuk duhesh me qenë njëri politik. Nëse do me qenë... Si duhet. Si duhet edhe me qenë me dash të gjitha ata. Për ndryshe, thash, nëse kanë anën në një spektër politik një pjesë dëgjuesve, pak i irriton, nuk ka larg edhe që i hub. Pa ta marrë komplimente shumë të mëdha, ma pa të njap edhe se ku mi dëgju ata ma pa të njap një atë botë, një email adresë, se ku më ka u pa ja, u bonim atë emisionë, se ku më dëgju. Se ke pa kur, jo, ka qenë radio. Radios, po. Interesante. Kalojmë të fotografia tjetër? Në përqafim të lirisë. 25 vjetë me ju. Ju flet Radio Gjakova, po japim vetëm një lajm. Cili ka qenë ai lajm? Kjo është i vetëmi lajm ka qenë që o kthyn Burgos. Gjakovarët e Burgos. 143 apo? Nëse s'ka bëj. Çfarë emocioni o sot ka qenë ajo ditë? U patëm kretë stafi, u patëm shkep, Musa pa dalë bukur lërgë, na patën jap do Motorola, e thërë, s'kishim atjera, s'ka pasër gjë. Musa përmizon valet, që ku me një traktor aty, Po. për me pas qasje, për më lidh ta drejt për drejt me atmosferën, se ishin këta në ardhje. Na i priqim këtu, kënë pas bo fest e madhe në qendrën Gjakovës. Fest ka qenë atë ditë. Shumë fest. E mbaj mend, kam qenë në Radio Yje, e mbaj mend mirë këtë ditë. Edhe, dikush ka pas arrit me dëpërtu edhe në autobusat e kryqit kush aty, tu i marë ata, si ata më plot gëzim, se i patën dënu me shmime jashtëzakonshme, me falë me dënime. Me vite, mbi 100 vite kanë qenë, po. Edhe, e majnë mand që kemi qenë shumë në funksion ngjarjes e cila ishte vërtet e jashtëzakonshme për dëgjuesit. Edhe ndalesa ka qenë këtu më duket te Pallati i Kulturës, aty ka qenë një herë. Po, aty ka qenë një asi, po qytetar ka pas ma poshtë si të qashia vogël. Po. Kretë trotuarët kanë qenë me qytetarë. Unë e thash, përshkaj thash unë e ka qashia vogël. E di thash edhe, se i kishim pak si Motorola, thash ndërgo thash pjebini informacion, ku shkova në qashit vogël, i takova disa. Nima ishte, kishte shumë njerëz. Tha Skënder, tha na dolëm qëto, tha, po ma mirë me shkon shpimi, ndë juve, se ma mirë për në afroni ju informata, tha, se këto është e pamundshme mi përjetu ato, tha, që aq bukur, tha, jeni ka shpjegon i rjevat e ngjarjes, që është e pa imagjinueshme. Këto janë masnej këta takimet me pjesëtarët e familjes të cilët kanë jetuar disa vite në rrugë ku ta di unë, për ndryshe masnej në orë të vona u bë fest. Në patë në ardhë këngëtarë. Në radio, këtu pjesa e fotografive poshtë, atmosferë.
Edhe shumë. Një ditë e mbushur me emocione, prej kufirit të Mirdarës deri në Gjakov ka qenë situata pothuajse njëjtë. Në programin festiv, Po. kur në ka arrej, edhe jam shumë i njohës, në kanë pasmar shumë familje që i kishin njerëz ende të pagjetur. Edhe Eldit me të marë në atë piklim të atyre, si gjendje psiqike, e me të marë në telefon, e me të ru. Një zemër e madhe e bën atë. Për emisionin që e kemi bo edhe mi ru familjeve që ju këthyn djemët, ata veç ka ndodhë shpesh, kemi qenë ka 2-3 vetë, ka ndodhë shpesh, unë për shembull ja 2 herë këmë përshu studion, se më fshin emocionet të më shku në lëtë, edhe mi që ja bëj shansu, se të kuj vazhdo, edhe dusha medalje atje, sepse vërtet ka qenë. Ka hek ky popull shumë që për fat keq hala kanë betë plakët pashërura. Sot 26 vjetë. 6 vjetë. Pas këti emocioni, pas kësaj fotografie që flet shumë, dolem diku tjetër, prap, Radio Gjakova, ato yjet prapa aty, një skenë. Çfarë flet kjo? Se është e rëndësishme për ty? Është e rëndësishme kjo, sepse në 25 vjetorin në radios, vitin 2005, unë e pata një propozim, thash, ku ta shënojmë 25 vjetorin, e diskutova me kolegat edhe në redaksie. Thash, e kom një ide, ata bojmë bërë një festival. Ata thash, festival të radiove, thash punime që bojnë për radio, thash për i bojmë, e thirim një jori, i thirim kolegë, blidhe në bëzveti, shkëmbejmë përvoja, bësa dhe pse jo, mi kërku ndimje një qetrit, edhe e titullum Radio Fest. Në vitin 2005, 25 vjetorin. Fillimisht, kolegëve e pëlqej shumë. Problem ishin mjetet financiare, sepse du të thirrshim mysafirë. Në vitet të para ka qenë një numër shumë i vogël, deri 10 radio vishin, kryesisht Kosovës, mandej nuk kom përshu që në radhët e festivalit me pas edhe radio të Shqipërisë, nuk e mjatë heq. Kontakt mas kontaktet e atyre edhe pse ishte pak ma vështirë, po me zhvillimin e teknologjisë e kisha shumë atë lehtë. Po. Bënë vetëm, mandej dikur ky djali im i dyti shkoj me studiu gazetarinë në Tiranë, aty shoh qyteteve të ndryshme, edhe i thash që pyetja ata ku shkojnë ka herë nëpër vikende nëpër shtete, pyesin të marrin informata apo numrat telefonave të radiove që i kanë nëpër qytetet e tyre, e ai mi dërgoi disa numra, edhe filluam gradualisht ta pasurojmë apo ta rrisim pjesëmarrjen e radiostacioneve në këtë festival. Përndryshe është festival unik, nuk ka hala. Edhe sot kemi shtrirje gjeografike kretë ku ka Shqip folsa. Dhe sa po keni mbajtur edhe edicionin tash edicionin e 16. Ka qenë dashtë me qenë numri më i madh, mirë po kemi bërë një pauzë. Po. Ishte pandemia, mas ne kësaj pandemisë ju bashku edhe mungesa e lekomanisë. Disa dyjat bashkë. Në edicionin e fundit kemi pas prej Luginës Preshevës, prej Maqedonisë, për Shqipërisë po si po. Edhe për Malinësi, dhe më thonë kemi arrit qëllimit edhe kemi bërë një shtrirje të dëshirueshme gjeografike që me qenë pjesë e këtij festivali. Shumë e bukur. Tutje kalojmë, shohim fotografia tjetër. Në Shqipëri jam po, në Shqipëri, po, në hotelin Interkontinental. Po. Para 10 viteve, ka qenë do këtë viti 2015, është thirret një organizatë jo qeveritare atje, Forumi Imazh dhe Media, edhe më kishin pas, është me presidenta Siplemin, më kish pas propozu për ambasador të paqes. Zakonisht ky titull i jep njerëzve që
edhe përmes medjeve kontribuojnë në humanizëm, në paqë, në afrimin e njerëzve, krijimin e ambienteve sa më paqësore e kutadione, po në hotel interkontinental në Athirat, ai shumë kaqe që shtu dyqysh? Duket, nuk Po, dhe të kaqe tojnë në Tiranë. Aty keni një ceremoni jashtë zakonisht e mirë, kishte edhe njerëz të medjave, patë fatin më taku me shumë njerëz aty. Me morët këtë çmim interesant. Këtë çmim që për mu duke e tjera. Bëhet shumë interesant dhe shumë e vlerë, me të vlerësu në Tiranë, në Shqipëri është ndryshe. Vetë fjala ambasadori paqës në brendinë e saj flet shumë si Ka përmbi 15 vite që kom këtë titull. Dhe keni mbajt mirë, po ta garantoj. Dështë ako mëritu. Kalojmë të fotografia tjetër. Tu me Qumilin. Qumilin. Çfarë po bëjmë këtu? Pse është kjo fotografi? Interesant fotografia edhe ta përtrin, ta freskon pak memorien. Ku na lërgun nga puna, legjenda e humorit ishte top form atëherë. Sebdera Dugoshi krijon të projekte vetëm a kish kohë mi bo, ishin shumë të kërkune. Edhe Zuka paraprakisht kish nis një farë bashkëpunimi me ta, edhe për më thirë kë. I ka përmi 30 vjetë kja punë. Mu i mjaltit nëse s'ka bëju bo, pak para mu i të mjaltit. Edhe për më thotë se me ju tha, Skënder tha, kom nevoj për ty, tha, dush më bashku në ekip. Thasha, atë e preja se i dite, deri në ditët e sodit, po tash aktualisht jam shumë pak i angazhun, kemi bu me 10 projekte, e majnë man një komedi, halas sot shqyqohet ma andje, mu i mjaltit, kemi pas punu eldit, aqë shumë kemi pas material, kemi pas mundësimi bo ja 10 epizode, po këtë pat shef film, komedi artistike, edhe për krejt atunve, për krejt ati materiali, e prunin 1 orë, mirë po ai projekt ka dinamik shumë të madhe, shumë të qeshura. Edhe sot shikohet. Edhe shikohet shumë. Pas gjithë atyre viteve shikohet edhe sot. Unë ka shpesh isha edhe nipat e mesat e kanë dëshirë mi përcjell. Shkurt është një aktor që s'ka koment. Kjo është. E ka një dhunti zoti që e ka ja, po si po e ka edhe një tjetër që unë e kom zbulu. Bëhet skenari i dit, bëhet gjitha kretë përgatitjet. Në momentin kur dhes kamera, përja 30 dhe 40% i vje energjia edhe ja jep shkëlqimin e humorit ati skeqjes ati projekti. Dashuria për profesionin, është ajo është. Është i paparashikueshëm. Është dashuria për profesionin. Edhe jam shumë mirë njohës, sepse më ka vlerësu shumë, më ka jap detyra me besim shumë të madh. Kemi pas projekte që kanë qenë dhe në 40 veta që kanë marrë pjesë. E ai i cili i ka pagu kom qenë unë. Marrë veshën me këta. Po të thëmë sinqerisht, prej të parit, detë mramin, në bazë të angazhimit, u shpërbly diçka. Krekën se kemi nënë pa shpërbly. Shumë i sinqert dhe jam shumë mirë njohës. Po, kalojmë të fotografia tjetër? Këtu është një fotografi ditëlindje e vllaut, i cili për fat keq diç moshë rreth e vish 3, të kuja gjallet e 2 vjeqar. E kom zgjedhë këtë fotografi sepse ky ka qenë 30 me i vjetërsione. Për ato që kishin, për ato qashtet e përkdheljes, po si po mirë, po në gjatë kohës kur dinim në rini ka qenë shumë njëri interesant. Ka pas një uri djenis përgjithshme kështu.
ka lexuar shumë. Artin e ka dashur. Jurist duket apo çka ka qenë në profesion? Po fillimisht ka pas artin në qef, kështu. 2 herë ka tentuar sa të kishte në Prishtinë, ka tentuar në dramaturgjinë e Beogradit, më mujtë me hi, në provim pranus, edhe në fazat e fundit e rrëzojshin, për ndryshe e kom pas o të rëfis. Këta, më ka pas hije, dukur ka ja të këtë largo më bërë, a disë të përsheke shumë më nejtë dhe ti, edhe kom mësu shumë gjëra për ti. Bleke revistat të ndryshme, një njohës i mirë i muzikës, kemi pas plakat gramafonit, produksionit huj. Jashtëzakonisht shumë, ato i shfryzesha edhe unë ka herë të bëshim kështu ndeja me shoqëri, Shkurt të trup ka qenë idoli imi dhe për çdo gjë që më ka orientuar, më ka jap sugjerime, më ka drejtu kur i herë keq s'ka dalë. Edhe jam mirënjohës shumë. Gjithsesi, kalojmë te fotografia tjetër. Një patë mbesa. Atmosferë ndryshe kjo tash me nipat e mbesat. Unë me bashkëshortën me Beran, unë kam në preher djalin e Taulantit, aktualisht e ka 1 vjeç, e ka bërë shtash, Bjorni. Ky në mes është Gega, djali i Idealit. E kjo është anza po ashtu vajza e Taulantit. Se fillimisht ka vajzë Taulanti, mandej djalë pa nipat e mesat për nuk ma ka marrë mendje që i janë aq. Ishin që tojnë Gjakov Belem për varë, këta në bëjnë jetër shumë të lumëtër. Sa herë, unë nuk më imaginu pa qenë dikush ose i djalit ose i qikës dikush aty, sepse kom shumë e du zhurme në fëmijëve. Unë nuk më brengos për të janë. Nështë atë nga faktit tash që jam pak më e lirë, se më pas qenë pak më e angazhuar, nështë atë kishin pëgu, po këta janë që na bojnë, pavarësisht kushteve atmosferike, na bojnë çdo ditë me plot diell, ditën, e na mbushin me plot lumturi, edhe urej që të kenë jetë gjatë fat, edhe që ju ngjajnë prindërve të tyre, sepse ata kanë qenë shumë mirë, edhe nuk është keq edhe me ju kalu. Po. Plastojnë, është mirë fëmija me të kalu, është nasi, se ndim nasi. Me të arritura, me gjitha, me sjellje, me asi, kom dëshirë me ju ngja prindërve. E bukur ky portret familjar. Kalojmë te fotografia tjetër. Tash na doli tamam një portret tjetër. Po, këtu jemi në Dasmen, përkatësisht martesën e Taulantit, me Elden. I pari nga majta është nipi i madh imi, Orgesi, mandej Vesa, vajza, une me Beran bashkëshortën, Ideali, i cili është aktualisht punën në Prishtinë, në redaksin A2 CNN, është reporter për i Prishtinës, është një televizion në Shqipëri. Mandej është Arlinda, ka qenë punëtore në bankë, Dhondri burri Vesës i Liri, Viola Mbesa, qika e Vesës edhe i Lirit, Taulanti me bashkëshortën e tij Elden. Sa të përmbush kjo fotografi? Shumë, me thonë vërtetën, me thonë, sinqerisht, nuk kom pas ndaj fotografi tjetër me qenë bashkë, se une nuk jam i tharë i fotografive me të rejeza të shimit. Po, unë gushtova, edhe më dashmi ditë i kom hekë do se... Po shifet. Une nuk kom qef me dalë
aq më tepër ju më dalë nështë për veti, për nevojat, po. Vishë mi postu në për rrjetet sociale. Pajtohem edhe unë Unë për të regoj sinqerisht nuk më pëlqejnë ato fotografi, sepse tash rrjetet sociale, qëra, këta që i përdor rrjetet sociale është familje shumë e madhe, ka shtresa shumë të ndryshme. Nuk kom qef dikush ma pa fotografinë time e mund bi keq. Zdia kom drejt. Ke të drejt edhe pajtohem plotësisht me ty. Po, ishte fotografi komplete, fillimisht kretë të dashuri që përcjella për një pamesa e kanë pas orgesin me violën. Si të vajzës, tash kanë marrë këta tjerë. Këta ju rrit tash, këta përdyshen zënës shumë të mirë, janë shëmbullor, edhe na bujnë krenar me të arriturat në mësime, uroj që të vazhdojnë edhe tutje. Tutje. Shofim, kemi fotografi tjetër? Edhe këtu qenken këta bukuroshat e veqel. Kemi sjedh pak me shia, jemi atmosferë festive. Ja, atmosferë festive, fix, gati, ndrimi mot-moteve. Tash këtu i kemi të katërit të bashkë. Po. Se më duket atje na mungoj lira. Se kishim 3. Po, lira, vajza e vesës. Këtu nuk ka shumë ditë që i kemi bërë për kafeterisë, centermal këtu. Po. Edhe kishim bërë një ambient shumë bukur. E ka zonë këtë kuadër Viola, edhe më pëlqej shumë, edhe në konsultim edhe me ju thashtë talon pak në fund, me që është atmosferë festive. Uroj të knaqni me ta gjatë gjithë jetës. Faleminderit shumë. E këta të rritën shëndetshëm. Edhe kjo fotografi që ju keni zgjedhur ta përmbylluni. Pse? Ky është një kornizë pa fotografi. Me këtë rast, du të kërkoj falje të gjithë ata të cilët me dëshirë kom mendu që t'jene në këtë bashkëbisedim shumë të lezetshëm me ju, po në munges të kohës, po edhe të fotografisë, nuk kanë mujtë me qenë pjesë e këtij emisioni. Në këtë foto ka mujtë me qenë çdo kush që të pakten me mua ka pi një kafe dhe ku më ndjek knaqësi. Mos flasë për kolegë, për shoqet shumëta, se njërë gjatë jetës krijon miqësi shumë, një numër shumë të madh të tyre, në këtë fotografi ka mujtë me qenë secili prej tyre me respektin më të madh. Faleminderit shumë. Faleminderit për këtë diskutim. Unë nuk knaqa e shijova shumë edhe mësova shumë çka, cilat nuk i dija më herët, edhe pse ju njihja, kështu që t'jam mirënjohës për kohën që shpenzuat edhe për kujtimet që sollët për shikuesit tanë. Faleminderit shumë. Unë ma ke bëu ftesën të pasysh që ti ndjef shumë mirë mu, dashta me thonë, ditë falë vatë tami që të... Edhe kryja emisionit. Ja, unë i falenderoj shumë. Posaçërisht juve si autorë e emisionit për stafin teknik, jashtëzakonisht të mrekullueshëm, të sjellshëm për me të ofruar ngrohtësi e me ndi veten aq mirë e aq lirshëm, thu se jemi thu se jemi shpitone. Po, shpitone je. Se jemi në një qati. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ana juaj, edhe një herë një urim të përzemërt për festat e fundvitit. Po, patjetër. Për të gjithë ata të cilët na njohin mirë, po edhe për gjithë qytetarët, uroj që të jetë një vit sa më i mbar, me shëndet edhe gëzime e suksese në familjet e tyre. E pra, miq të televizionit Syri, këtu duhet ta përmbyllim duke ju falenderuar për vëmendje dhe një herë urime të gjithë juve që na keni ndjekur gjatë këtij viti në këtë emision. Të gjithë ju që jeni kënaqur edhe keni shijuar secilin fotografi të protagonistëve tanë, të cilët mes shumë emocioneve kanë zgjedhur ta rrëfejnë me ju. Urime e gëzuar 2026, qoftë një vit i bekuar për ju, ju sjellët dashuri në familje, respekt dhe shëndet. Mirëmbëjtje, miru takofshim në 2026.